Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, dy gjëra janë shumë të thjeshta. Pak njerëz i bëjnë, po shpërblimi është shumë i madh. Dhe tha, 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu Ekber, për 5 vakte ke ju, te ne, te ju shkruhen 150, te Zoti 1500. Para gjumit 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 34 Allahu Ekber, te ju 100, te Zoti 1000. Pastaj tha, 2500 sevape që fshin 2500 gjunahe. A ka vallë në mesin tuaj ndonjë njeri që bën 2500 gjunahe? Pejgamberi sa ose në këtë hadith sqaron minimumin se sa mund bëhet dhikri mas namazit. Po nëse dikush e bën 33, 33, 34 apo 33, 33, 33, 100, tek ne sa shkruhen? 500, tek Zoti sa shkruhen? Te Zoti, tek ne 500, tek Zoti sa shkruhen? 5000. Edhe 100 para gjumit, te Zoti sa shkruhet? 100 që para gjumit? 1000, edhe 5000, 6000. A ka në një prej nesh që bën 6000 gjuna? Allahu alem se di, ndoshta s'ka. Pra se vapi është shumë i madh. Pra pejgamberi sa them sqaroi minimumin se sa mund përmendet Zoti mas farzit. Minimumi përmendje Zotit mas farzit është 10 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu Ekber, 11 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu Ekber, 25 herë nga 4 fjalitë më poshtme, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Ekber. Sa i bie që dalin? 100. Pastaj 33, 33, 33, 100, 33, 33, 34. Këto janë format e dhikrit mbas namazit. Po pejgamberi sa përmendni dhikrin më të thjeshtë që është 10, 10, 10.